Edhe pse komuniteti rom në Levan jeton në kushte të vështira, pjesa dërmuese e tij votuan Partinë Socialiste. Kështu shprehur kryetari i fshatit Azbit Çela për televizonin Apollon. Sipas tij, përpjekjet e deri tanishme të politikës dhe kryesisht të mazhorancës socialiste, që do të qeverisin vendin edhe për një mandat tjetër, që është i katërti për ta, kanë qenë më shumë fasad se sa zgjidhje reale. Investimet për këtë komunitet aktivizohen zakonisht gjatë fushatave elektorale, por nuk kanë patur ndikim real dhe të drejtë për drejtë në jetën e përditshme ku ka shumë mangësi. Gjithashtu, sipas kreut të komunitetit rom në Levan, zotit Çela, asnjë nga partitë politike nuk ka program konkret për komunitetin rom dhe siqasja është përmes individëve që përdoren si makineri votash. Problemet e komunitetit janë anashkaluar nga partia në pushtet, qeveritë së cilës kanë injoruar në vazhdimsi këtë komunitet, duke bërë që situata të mos ndryshojë. Zgjedhjet mbaruan në mënyrë suksesshme dhe komiteti rom është shprehur me dëshirën e lirë dhe vullnetin e lirë që ka zgjedhur pjesa dërmuese e komunitetit rom, ka zgjedhur Partinë Socialiste dhe votoj me dëshirë më të madhe. Edhe problematikat këtu në Komitetit Rom dhe lagjes tonë janë të mëdhaja. Edhe deri diku filloi një zgjidhje vogël. Deri diku është ndezur një dritë shile. Deri diku i kemi bërë ndonjë pikë lidhje për ndriçimin në Shpira. Po një dritë tjetër ndezur për të bërë ndonjë shtëpi që u dham mundësinë që t'japim leje që të ndërtojnë vetë ndonjë shtëpi të vogël. Edhe shpreha ishte që u shprehën qytetarët e Komitetit Rom në zgjedhjet e 11 maj. Është një dritë jeshile dhe unë mendoj dhe me gjithë Komitetin Rom kemi shpresë të madhe që një ditë të hidhet një sy edhe këtij komuniteti edhe mos ta lëm pas dore për asnjë gjë. Se dhe këta njerëz janë, dhe ne jemi njerëz jemi të gjithë. Edhe nuk duhet të ekzistojë ajo fjala diskriminimi. Nuk duhet të qohet hiqet nga fjalori kjo fjalë. Më vjen keq që ekziston, por ne do përpiqemi që këta njerëz me sa do pak që t'i fillojnë, që t'i ndihmojnë edhe ta të krijojnë në shoqërinë shqiptare. Komiteti Rom ka votuar subjektin, ka votuar Partinë Socialiste. Edhe kjo parti na përket neve dhe do na përket neve sa të vazhdoj të punoj kështu, se Partia Socialiste e ka marrë një rrugë të mbarë edhe ka nisur edhe mendoj se do ta çojë një zhvillim të madh kur të zhvillohet, se tu mendohet edhe Belina Balluku me ato premtimet e saj, në qoftë se vazhdoi zhvillimi i turizmit, unë mendoj se do zhvillohet në vërtet do na zhvillojë edhe neve këtë komitet këtu. Shpresa është e madhe dhe kam besim te Partia Socialiste. Dhe unë me gjithë komitetin. Prandaj dhe ata shprehen këtë dëshirë që votuan Partinë Socialiste. Dhe Rom kishte një program. Ne këtu punojmë me program, nuk punojmë se ishte dop. Ne nuk i futemi fare se kush ishte i dop, kush ishte i fuqishëm. Ne punojmë fuqishëm për veten tonë, për këtë komitet. Është shprehur dhe po të jetë që të bëjmë votime çdo ditë, edhe çdo javë, çdo muaj, ne këtë rezultat edhe mund ta kemi, do të kemi përmirësime më të mëdha, edhe po të bëjmë votime nesër, ne do kemi rezultate edhe më të mira se sa kemi dhënë. Ta për infrastrukturën nuk është vënë dorë. Prandaj po të thash dhe para që me në mënyrat tona, me ndihmën e bashkisë, që na dhanë mundësi që po të shikojmë këtë një vështrim këtu, po bëhet një ndërtim aty, po bëhen 2 aty, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe i tham që zotni, ne tani për momentin po të keni mundësi të bëni na një gjë për veten tuaj. Kur ne kemi një plan edhe për ta ndihmuar komunitetin, derisa të vi plani për infrastrukturën këtu në këtë lagje, në qoftë se nuk prisin vazhdoni bën ndonjë gjë. Edhe po të them me ndërhyrje burrit që me besim të plot i numëroj janë 10 ndërtime në ndërtim sot.
Zgjedhjet e 11 majit të vitit 2025 treguan për mungesën e theksuar të politikave specifike për komunitetin rom. Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe forcat e reja politike nuk patën asnjë referencë për këtë komunitet në programet e tyre, por edhe për nivelin e përfaqësimit në vendimmarrje ka punguar kryetari i komunitetit rom në Levan, zoti Çela. Sipas tij, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në Qarkun Vlorë, Ina Majko, e lindur dhe e rritur në Delvin, ishte vetmja përfaqësuese e komunitetit rom në Shqipëri në garë për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa pjesa tjetër e këtij komuniteti u la në harres nga politika dhe e përjashtuar nga e drejta e kushtetutës për të zgjedhur.